Dhe pastaj të njohu Po, kur e pe këtë djalë. po. Mund të thoje jo? Ja. Jo, unë së thëshëm se kishim frek nga nënë e nga vlezrit. Vërtet, Po. Nuk e ke parë më që atëherë? Si u martova Po, si u përpara? martove, jo. Përpara vetëm njerë, si u martova. Jo. 3 muaj martes, shkoj. Dhe pastaj nuk Jo. se pe më kur. Jo. Ka konë gjallë zotë nije. Hinin atë lunat, ne shtojtër shoshnia atë në atë lunat, ne ka fitanje, ka fitu atë në lunat si ka lu. Ka fitan 90 milioni do. Po ka desh me i pra për zdriti i ka hup krejt. Më me bëgjos. Po, me bëgjos. Po, dhe i humbi të gjitha me bëgjos. I hupi ketë ato. Sikur fitoj një herë e ne ka hi pra për zdriti. Po, e ne kur ka hi për zdriti i ka humbi. Po, e ka hupe në... E di e ti që a ishte bëgjos gjë? Po, më tregute, se nuk e dishe mu, po, më thanë se ka hi burri, po, ka hi burri e dije se shta unë pritta të shpia. Prit, po, të të vim, thojte, po. Po mirë, ti u njohe me këtë personin në fillim, shkove direkt në fshat? Po. Jo, kam rrë një vit pa shkuve. Një vit. Një vit pa shkuar në fshat? Vetëm fejes. Po, një vit pa fejes. Dhe po si ishit fejuar, ti rrje të shpia jote? Po, a i shkojti në Gulbe, si përhej. Greqi ka konë ma shumë. Kur më morë mu, shkoj në Anglisht. Ishte dasëm e madhe? Po, më kanë në makine, më kanë marrë. Po, dasëm e madhe. Çfarë viti i bie? Ti ke qenë 20 vjeç në 95-a? Po. Në 95-a? Në 94. Në 94. E ke shijuar ti dasëm? Po. Se tradita e kërkon që nusja të qaj? Jo, më qava këtu mu, atje nuk qava mu. Qava të prindrit mu, si u dava. Se të prindrit? Po, të prindrit mu, nga vllazën, nga motëra ishte. Jo, dakord, po e kam fjallën në fillim kur martohesh, si e ka atje, traditën buzmadhe, po. Po, këtu qava. Kur del nga shtëpia duhet qash, ë? Po, pastaj, në dasëm? Ja, më dasëm do të rrosh pinc. Pinc, ke kërcyer gjithkohën? Po, dasëm? po. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.